Thot, a mund t'i vinë njeriut cytjet shejtanit në Ramazan? Edhe në Ramazan mund vinë cytjet shejtanit. Edhe ajo që është përmendur në hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, suffidat maradatu shayatin. Do të thënë, prangosen shejtanët të rebeluar. Do të thënë, një pjesë e shejtanëve. Pra nuk ka thënë prangoset secili shejtan që ekziston, por ka thënë, do të thënë, një lloj, një pjesë, një grupi shejtanëve, Allahu alem, do të thënë ata janë të prangosur. Prandaj është e qartë, do të thënë, s'ka dyshim se për çështjet e ghaibit besojmë në shpallje. Edhe nuk ka dyshim se prangosen, mbyllen, edhe largohen shejtanët. Por në hadith është një pjesë, jo do të thënë të gjithë shejtanët. Dhe për këtë shkak, padyshim ne e shohim me sy se në Ramazan paksohet e keqja. Edhe do të thënë edhe në vetvete secili e sheh, do të thënë që ka më shumë vullnet për adhurim, edhe është më i ruajtur prej mëkateve, do të thënë secili e vren veten e vet, dhe e sheh të tjerët. Gjithashtu në Ramazan, do të thënë shihet të themi kushtimisht mungesa e shejtanëve. Do të thënë është e qartë. Mirë, po nuk do të thënë se nuk ekziston asnjë shejtan. Ka shejtan prej njerëzve që nuk prangosen, dhe do të kishin qenë mirë ata të jenë pas grilave. Edhe ka shejtan prej xhinëve që veprojnë. Edhe ka edhe në Ramazan edhe magjistar që vazhdojnë magjinë e tyre, edhe bëjnë punë të këqija. Edhe ka ndonjë shejtan gjithashtu që vjen edhe i fut njeriu cytje, do të thënë, ose nxitje për vepra të këqija. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë prej çdo të keqe.